ekuilibri në jetën e besimtarit, baraspesha, apo ekuilibri në jetën e besimtarit. Siç e dimë gjithë, kem plot obligime në jetë. Kem obligime ndaj Allahut xhaleshonu, ndaj pejgamberit alayhis salam, kem obligime ndaj vetvetes, kem obligime ndaj fesë, kem obligime ndaj vendit, dhejut, kem obligime ndaj tjetrit, ndaj familjes, rrethit, shumë obligime. Aja që ka lype tani është me moqit ekuilibrin që jo të mundu mi kry disa obligime mi lon disa tjera. Të mundu mi adhon hakun dikuj me hin hak dikuj tjetër. Ja që tani që të është aja problemi se sa munën, sa ja arrin që ta me mojtë parasfeshet që me ajap se cilët hakun e vetë. Sepse në momentin që dikuj i japum hak ma shumë, dikuj tjetër kena mja mungu. Si për shembull, nëse kem 30 euro, edhe kena mja dhon 3 persona. Të parit 15, dytit 10, tretit 5 euro. Në momentin që ti të parit japum 20 euro, tyne dë tjerve, njonit për tyne, kena mi hin hak, varsisht cilët tani ja mungojnë, ose dëve nëse hin për gjys, ty dë. Me një fjallë, si adham ati të parit ma shumë, në mënyrë automatike, dikuj tjetër i hinëm hak, ja lam mungu. Aja që lypet është sa të munëm, na dim që si jem të përkrymi, jem njerës, po sa të munëm që me bo një farë balancë, një farë ekuilibri që se cilët me adhon hakun e vetë. Për arsye se, kështu na fëtan Allah xhaleshonu, kështu na mëson pejgamberi alayhis salam.